Autizmi po një rritje të ndjeshme edhe në Lezhë. Sipas të dhënave zyrtare, në Lezhë janë rreth 80 fëmijë të diagnostikuar me autizëm, por ky numër mund të jetë më i lartë pasi shumë prindër ende nuk e pranojnë këtë gjendje dhe nuk i drejtojnë fëmijët e tyre tek institucionet për trajtim dhe mbështetje. Shqetësimi është ngritur nga mjekja logopede Eranda Alcani, sipas së cilës pranimi i hershëm i diagnozës nga prindrit dhe ndërhyrja në kohë janë kyçe për progresin e fëmijëve. Kohët e fundit është vënë re një rritje të rasteve të fëmijëve me autizëm. Kjo është një sfidë për të gjithë familjarët. Faza e pranimit është faza më e vështirë për prindrit dhe ne si profesionistë na duhet të punojmë dhe në këtë fushë. Në momentin e pranimit, atëherë fillon puna e mirëfillt me fëmijën dhe sa më vonshme të jetë ndërhyrja, aq më të vështirë kemi punën edhe ne si profesionistë. Sa më hershme të jetë ndërhyrja, aq më të favorshëm kemi edhe ne progresin për zhvillimin e fëmijës. Është një shifër e frikshme e rritjes së fëmijëve me autizëm. Tashmë kohët e fundit vjen të re një ndërgjegjësim i prindërve për problematikat e fëmijës, ndoshta edhe duke komunikuar me njëri tjetrin. Është një sensibilizim më i madh se vitet e hershme dhe prindrit janë pioner shumë të fortë të terapisë. Bashkia e Lezhës ka nisur një angazhim të ri për përfshirjen e fëmijëve me autizëm në institucionet kulturore dhe aktivitetet e tyre, duke synuar krijimin e një mjedisi më të hapur dhe mbështetës për këtë shtresë të shoqërisë.